Motat 23 gusht 2022 në ora 17:25, tani i dënuari SG në pozitën e shefit e kishte sulmuar fizikisht punëtorin e tij BK në vendin e punës në një market në fshatin Landovic të Prizrenit. Fillimisht SG e kishte kapur përfyti dhe në qafë dhe duke e tërhequr jashtë zyrës e kishte goditur me grushta dhe shqelma. Si pasojë, BK kishte rënë në dyshemi. Mirë po SG nuk ishte ndaluar duke vazhduar edhe më tej të e godiste të dëmtuarin me shqelma, kësaj duke i shkaktuar lëndime të lehta trupore. Sulmi kishte ndodhur për shkak të mosmarrveshjeve në punë. Për këtë policia e Kosovës e kishte arrestuar SG-n dhe me urdhër të prokurorit kujdestar të departamentit të përgjithshëm në Prizren, Bejt Shala, e kishte ndaluar për 48 orë. Mirë po prokurori Shala, këtë rast dyshohet se e shfrytëzoi për të marrë rishfet. Video ingjizimi i siguruar nga betimi për drejtësi le të kuptohet se pak orë pas caktimit të masës së ndalimit prej 48 orësh, prokurori Shala kishte zhvilluar një takim me avokatën e të dyshuarit SG, Drenush Berisha. Në takimin e radhës, avokatja Berisha ishte shoqëruar nga bashkëshorti i saj, FU, deri tek vetura e prokurorit Shala, derisa xhirimi i diskutimit dyshohet se po bëhej nga vetë avokatja Berisha. Në këtë diskutim mes tyre, prokurori Shala tregon se i kishte ndërprerë të dyshuarit masën e ndalimit prej 48 orësh. Mirë, faleminderit. Ta vlodhe ti? Jam shoqë që t'ja zvendimin aty, kërorët me leherë. Po se mund tjerën familjartë, në ta u krye, kishin marrë radiolin sabah, se unë kur tira që ta ku të shkujta faktikisht, visa shkova në punë. Tani kishin marrë, kelë mas dite, por une nuk e dita që shto këtë ka dhe realisht, une ja mora aty në djetë që shkujna në vesh, vish ta qenja, që vi kam parë, vi kam profesor. Se adin, adi që shke puna, nuk që më ka ndodhë me që shtu. Adin herë por, edhe nuk më... Jo, unë i që ku i kam shtat në të, o e di prokuror, unë i në shtatë jam e rejsh, edhe nuk që më ka ra që si situatë, tash i... Qërë, sholla, ngo, qëra, ngo, mërëmë. Asë unë s'ku mësi. A di kur, mas, ja 5 vjetë që vëtë më beq. Jo, mas një vjetë më kanë thonë, beq, a din beq sholet se njëzit më të morë porë në më tonë. Kanë morë, ndarë, s'po tham halal, po kanë morë, a më dalë. Kanë marrë gjinje, ma kanë gjitë në dorë, ka dhe në të nga dhe ka dhe nga përshë unë e pola. I dim në ato të trajnimi, i dim që në zyre që e lderë në të të qa përshë unë në pove. E qela i fola, sa në le, s've kom diku. Pra vetë avokatja Berisha thot se vetë ajo si dhe Pala nuk ishin në dijeni se prokurori do t'i kërkon të rishfet dhe se pasi ka caktuar shumën e pakesës për shërbimet e saj si avokate në vlerë prej 700 euro, e ka kuptuar këtë. Mirë po prokurori Shala shpreh besimin e plotë se bashkëpunimi mes tyre do të mbetet konfidencial. Unë së ka përshvinë të me që se edhe të besoj. Jo, unë tash i po të kalzoj krejt realisht. Jo më dërë jo thëja. Jo, sincer, jo, nuk është puna për aty, amo jam e rinë që punë edhe normal nuk jam shuk ku me kërkan kur. Në atë raportin me ti. Jo, tash po të kalzoj kështu. Edhe ojës. Ja, po, normal. Ta man puna. Amo e para, e dyta unë kur jam mora vesh me ta, unë mora vesh në zyre, pa artë ti me të pytë, unë e mora vesh për seanca, dhe në fund tash mi paguni 700 euro. Dja ta thënë avokate, kur del që del, na vim t'i vim paret. Sot erdhe në punë pagesën, që ku janë 700 euro. Cant. Pra nga kjo rezulton se avokatja para se të takohej më 25 gusht 2022 me prokurorin Shala për t'i dorëzuar parat, vetë se kam pasur takim dhe komunikim paraprak. Nga këto komunikime, biseda lë të kuptohet se është diskutuar për ndërprerjen e masës së ndalimit, në kushte normale nëse avokatja nuk do të ishte në dijeni për këtë veprim siç dëshmohet në video ingjizim, atëherë ajo supozohet se do duhej të reagonte ndaj tentimit të prokurorit për të marrë rishfet, por një gjë e tillë dëshmohet se nuk ka ndodhur.